1 maj për Lëvizjen Bashk, për vitet të tëra ka qenë një event një rëndësie të veçantë dhe dua që sot me ju të flas jo vetëm për problemet e punëtorëve thjesht, të cilat me gjas i njihni më mirë se sa ne, por edhe për pasojat që ka sjell në shoqërinë shqiptare shkelja e të drejtave të punëtorëve në vendin e punës. Padomendja të gjithë mbani mend se si në vitet 90 flitej gjithmonë, dëgjonim histori të ndryshme për emigrantë në vendet fqinje, në Itali, në Greqi, në vendet tjera, se si u shkeleshin të drejtat në punë, se si nuk u paguaj haku i punës. Madje mbani mend ndoshta në vitin e largët 1999 se si një 25 vjeçar i dëshpëruar për faktin se nuk ishte paguar puna, rëmbeu, mori peng një autobus me 30 pasagjerë nga Selaniku për të kthyer në Shqipëri, me një fat tragjik. Pra, dëgjonim se si nuk paguaj haku i punës, nuk respektohet dita e punës, kur punëtorët aksidentoheshin nuk referoj të institucionet, por jepej pak para në dorë. Kur vriteshin në vendin e punës, askush nuk bante përgjegjësi. Këto janë ngjarje të viteve 90, por është njësoj si kur të jenë ngjarje të Shqipërisë së vitit 2025. Sepse në vitin 2025 ne jetojmë në një vend ku të drejtat e punëtorëve shkelen në punë. Dhe unë po them, i kujt është ky vend? A është ky vendi ynë? A është ky vendi për cilin keni punuar të gjithë bashkë? A bëhet fjalë për Shqipërinë apo për një vend fqinj? Bëhet fjalë për Shqipërinë, nuk bëhet fjalë për emigrant pa letra të cilët fshihen nga policia, por bëhet fjalë për qytetar shqiptar me të drejtat civile në këtë vend. Por ky vend nuk është më vendi ynë. Ky është një vend i zaptuar nga ca pak oligark që e shfrytëzojnë dhe e shtrydhin në punë punëtorin shqiptar. Ky nuk është vendi ynë. Ne ndihemi të huaj në vendin tonë. Dhe prandaj shumë prej nesh zgjedhin ta praktisin këtë vend, të largohen larg këtij vendi, se nuk është më vendi ynë. Më thoni ju, çfarë e kërcënon sot shqiptarin? Çfarë e kërcënon sot votuesin shqiptar është partia në pushtet nëpërmjet vendit punës. Nëpërmjet vendit punës kërcënohet ai vendi mallkuar i punës, që është njëkohësisht burimi të ardhurave për të ushqyer kalamajt, por edhe burim është burim i të ardhurave, por është njëkohësisht edhe burim presioni, burim shantazhi, burim frike, i një frike të thellë, i një frike që të gjithëve si shoqëri na ka hyrë në palc, i një frike që na ka hyrë në palc, që detyrohemi përshpërisim njëri tjetrit në vesh, mos më bë foto se punoj aty, se vajza ime punon këtu, se do më vi ai me taksa, do më bëj vendi punës. Në qoftë se s'kemi drejta në vendin e punës, atëherë jemi lehtësisht të kërcënueshëm. A është kjo demokracia 34 vjeçare për të cilën kemi punuar, jemi përpjekur? A është ky vendi huaj dhe ky vend që na shtyn në emigrim, vendi demokratik që duhet të ndërtonim pas diktaturës? E pra nuk është ky. Dhe nëse ka një mënyrë të vetme që të rikthejmë dinjitetin në vendin e punës dhe punëtorit hakun e punës, e pra kjo ka një fjalë. Dhe kjo fjalë është sindikata. Sindikata. Do them edhe dy fjalë për sindikatat, sepse të thuash sindikata sot, fjala sindikat marrë një pesh, një konotacion negativ. Njësoj si fjalë të tjera. Thuash politikan, është sikur ke thënë hajdut. Të thuash pedagog, është si të thënë një njeri pa aftë që përpiqet të përfitojnë një nga studentët. Të thuash mjek, është të shkon mendje dikush do të zhvati dhe kur të ka zhvatur mbase ta gjen edhe çfarë halli, çfarë sëmundje e ke. Kjo nuk është për fajin ton, nuk është madje as për fajin të profesionistëve të mirëfillt. Është për shkak të keq qeverisjes 34 vjeçare. Dhe po njësoj, sot e quajnë veten sindikalist disa njerëz të cilët kanë zaptuar ish-kampet e punëtorëve, të cilët mbajnë në sirtara të vulë e sindikatës
njerëz të korruptuar që s'janë gjë tjetër veç se shërbëtor të partive në pushtet dhe partive të tjera në përgjithësi. Por fakti që këta njerëz e kanë përdosur termin sindikat nuk do të thotë se shoqëria nuk ka nevojë për sindikata. Është njësoj si thuash se për shkak se ka ca mjek të korruptuar s'ka nevojë për spitale. Sigurisht që ka nevojë për spitale. Këtë po thot kryeministri ynë. Ai që kemi barën ta kemi edhe për ca kohë kryeministër. U thot italianëve, hajde investoni në Shqipëri, se në Shqipëri nuk ka sindikata. Është njësoj, sikur t'i thoshte atyre që shesin ilaçe. Hajdeni, shisni ilaçe në Shqipëri, se në Shqipëri nuk ka spitale. Dhe ata që do blenë ilaçet tuaja janë në mëshirë të fatit. Çtu jepni ju, ato do marrin. Kështu dhe punëtorët. Të njëjtën gjë u thot për punëtorët. Punëtorët të cilët janë në mëshirë të fatit, se nuk ka sindikata, se shteti nuk i mbron, u thot hajde investoni këtu dhe bëni me ta çfarë të doni. Mo pa abuzoni në punë, mos u jepni paga, mos u jepni atë që u takon, dhe në fund do fitoni ju, do fitoj dhe unë, së bashkin tajnë. Nuk është kjo pra Shqipëria që duam ne. Prandaj ne kemi një bindje të thellë. Bindja jonë është që për të pasur një shoqëri demokratike kemi nevojë për sindikata të shëndosha. Kjo është bindja me cilën ne do hyjmë në Parlamentin Shqiptar 11 maj dhe kjo është bindja që do ta mbarti me vete për aq kohë sa do të majmë frymën gjallë.